Washingtoni dhe Pekini i kanë hyrë një luftë të ashpër tregtare me ndikim negativ në ekonominë globale. Kina i rriti këtë të premte me 41% tarifat e importit për prodhimet amerikane, duke i çuar në një nivel tepër të lartë me 125%. Vendimi pasoi rritjen e radhës nga Donald Trump të tarifave për prodhimet kineze që të njëjtën prekën nivelin 145%. Presidenti kinez Xi Jinping i bëri thirrje Bashkimit Evropian gjatë takimit me kryeministrin spanjoll Pedro Sánchez në Pekin për koordinim të përbashkët në kundërpërgjigje ndaj tarifave të Shteteve të Bashkuara, por ta detyruar presidentin amerikan Donald Trump ta ndalë këtë luftë nga e cila sipas tij askush nuk do të dalë i fituar. Për Sanchezin, Kina duhet parë si partner nga Bashkimi Evropian. Edhe kjo krizë duket se po shkakton përçarje mes vendeve të Unionit. Kryeministri francez François Bayrou paralajmëroi pasojat të rrezikshme nëse Unioni zëvendëson Shtetet e Bashkuara me Kinën si partnere tregtare. Megjithatë, Donald Trump e le të hapur derën për negociata edhe me Kinën, ashtu si me vendet e Bashkimit Evropian. Bursat botërore shënuan sërish rënje këtë të premte pas përballjes SBA-Kin, ndërsa dollari preku nivelin më të ulët të vlerës që prej 2022-shit.